Përshëndetje të gjithëve, më falni për muje në radhë të parë që janë këto mbrapa, por janë të gjitha make-upet e mia, janë të gjitha budalliqet që përdor unë dhe duhet i sistemoj patjetër dhe me atë po merrem tani. Dhe meqense po merresha me atë, më kujtua ky seti këtu që më ka bler Angelua dhuratë për Shën Valentinin dhe nuk ju ja kam treguar akoma juve. Është një set body lotion edhe scrub për trupin nga Woman's Secret. Ka 2 ditë, në fakt, 3 ditë që ka kaluar Shën Valentini, edhe unë si kam hapur akoma këto. Se është pak e fort. Atëherë, ky është body lotion, edhe ky është scrubi. Duket si i hapur i përdorur, por jo, më besoni nuk e kam përdorur ende. Erën e kanë shumë të mirë. Edhe me zipres që ta provoj. Duke qenë se po sistemoja dhomën, më kujtuan arushat që unë kam fituar tek Lodrat. Ja edhe kremi. Ka aromë super. Qënë se unë do ju tregoja juve dhuratën e Shën Valentinit që ishte ky seti me krem, doja t'ju tregoja dhe arushat që ju kam dhënë fjalën disa video më përpara që do ju tregoja të gjitha arushat që kam fituar tek Lodrat këtu në Spanjë që janë super. Por kam harruar t'ju tregoj dhe kam bërë video të ndryshme, kështu që nga që po sistemoja sot, edhe mendova t'i rregulloja dhe arushat këtu te dhoma. Sepse i kisha nga dhoma tjetër, i kisha lënë atje. Por tani do t'i rregulloj këtu dhe pse nuk kam shumë vend për të gjitha, por do t'ju tregoj. Besoj se duket se është një lëmsh i vërtet. Por do t'ju tregoj tani. Nuk i kam numëruar ende se sa arusha janë, por më besoni një loj ka qenë që të çaje tollombace me 3 shigjeta kështu. Po t'i çaje të 3 tollombace fitoje një arush. Dhe arushat nuk janë kështu të vegjël kaq si ata që japin te Lodrat në Shqipëri, po janë shumë të mëdhenj, janë kështu. Po ju tregoj më mirë që t'i shihni edhe vet, por ndoshta edhe në kamerë nuk duken aq të mëdhenj. I pari është ky stiçi blu. Ka marrë stiçin blu, ka marrë edhe stiçin roz. Besoj se duket nga koka e këtij se sa i madh që është. Kaq pra. Këto janë dhe me etiketë, por unë ja po s'kam hequr. Sepse janë akull të ri, nuk janë të përdorur. Edhe unë vdisja që të luaja, që të fitoja gjithë të arusha dhe ta mbush shtëpinë plot. Ja edhe stiçi roz. Unë i doja të dy, doja dhe poqellin edhe rozin, duke qenë se ishin të dy atje. Edhe i doja me patjetër. Edhe kur rrim bashkë janë shumë bukur. Kur i vendos unë se këta vet nuk rrin. Janë kështu si burrë grua. Ju tregoj dhe arushin tjetër, por nuk dua t'ju gënjej për këtë. Këtë e kam fituar para një viti, i bie në 2023-shin. Po. I bie 2 vjet kështu, por tani jemi në shkurt e kam fituar në dhjetor të vitit 2023. Kam fituar vetëm këtë dhe kam qenë për ditëlindjen time nga Lodrat. E shiko sa i madh është. Ka 2 këmbë të holla. Edhe unë këtë e doja sepse më pëlqeu shumë. Ishte edhe shumë i madh, kështu që përfitova nga rasti edhe e mora. Këtë e kam fituar pra siç ju thash dhe kam lënë këtu në Spanjë tek shtëpia. Dhe kur erdha e gjeta prap këtu normal. Por tani është mbushur plot. Ju tregoj arushin tjetër. Ja pra, siç ju thash me etiketë. Por mund t'ja heq se s'kam që dua. Ose mund t'ja bëj dhuratë dikujt. Por mua më pëlqejnë vet këto. Është këtu. Ka këtë zemrën love you. Edhe është kaq i madh. Që të marrësh këto 4 euro është super.
që këta në Shqipëri mund të shiten nëse duan që t'i blini, besoj tek 30.000 lekëshi, mund të marrësh një kaq sa ky. Tjetër është ky që më pëlqeu shumë. Është me fustan. Edhe është shumë e bukur. Fustani dhe I hiqet kësaj. Po mire ka kështu. Se është ftohtë. Edhe mbrapa. Me sa po shoh pas ka marrë shumë marrusha në ngjyra. Është edhe ky Hello Kitty. Dhe ky është ende me etiketë. As këtij s'ja kam hequr. Ky nuk është shumë I madh, por prapa si vogël s'është. Edhe ky është shumë I bukur, po I lë këtu edhe këtë. Edhe ky pas ka ngjyrë roz prap. Është një elefant që te këmbët ka këtë si elefant bebush. Edhe këtu lexon te Quiero në spanjisht, pra. Edhe ky ka etiketën këtu. Por kjo më pëlqeu shumë se është shumë I bukur. Edhe këto e mora, pra. Përveç se lodrave të tjera që kishte atje, kishte dinozaura, kishte bret kosa, po. Gjëra kështu për çuna. Por unë si kam qef ato. Kam marrë këtë pandën. E ky për çupa është se ka këtë fjangon roz. Është I shëndosh. Tjetër është ky qenushi I bukur, që është si I mërzitur. Do ta kenë lënë pa ngrënë. Edhe ky me etiket prap. Ka dhe këto fjangot këtu. Nuk e di hiqen apo jo. Ja, I ka të qepura. Ka dhe një bisht, edhe syt I ka buqelli dhe veshët I ka të mdhenj. Mbush plot këtu. Tjetër është ky, më duket se është Ari. Po. Është me këtë shallin e kuq. Apo është qen? Kështu si rri si qen duket ky. Ka dhe syt buqelli dhe është shumë I bukur. Tjetër është ky elefanti roz. Kishte edhe elefant blu. Po për fat të keq, u mbyllën lodrat më vonë dhe nuk munda dot ta merja dhe unë nuk shkova gati për një javë se kisha disa punë dhe nuk shkova te lodrat dhe ato ishin mbyllur, por unë doja dhe elefantin blu. Se doja t'i bëja si Stitchi që I kam bërë të dy njësoj. Edhe ky është I madh. Edhe duket se sa I bukur që është edhe I veçantë. Kam edhe një arush tjetër si ai kafi që ju tregova, është ky në ngjyrë roz. Pra janë njësoj dhe të dy kanë këtë zemrën që lexon Love You. Edhe dy të fundit është ky boqelli. Si ky nuk kam asnjë tjetër dhe ngjyrë roz nuk ishte si ky, ishte ngjyrë kështu dhe brenda e mora. Edhe ky është shumë I bukur. Dhe I fundit fare është ky qeni. Ky është shumë I madh. Është si ata 101 dalmatët. Më të madhe pas ka kokën. Ka një litar këtu të lidhur. Ky është I fundit.